Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Siguria e fëmijëve online u vendos në qendër të vëmendjes në Tryezën e thirrur nga Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, mbrojtja e fëmijëve online. Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro theksoi zbatimin e ndalimit të celularëve në mësim dhe përdorimin e teknologjisë vetëm për qëllime edukative. Rrugëtimi në Kakoz në këtë ditë të ftohtë zbulon një fshat të qetë, ku rrugicat e heshtura dhe shtëpitë prej gurit tregojnë një jetë ngadalt, por të mbushur me tradita. Edhe pse dimri sjell vështirësi, komuniteti nuk e humb lidhjen me rënjet dhe mikpritjen karakteristike të lunxhërisë. Pasioni për udhëtime dhe dëshira për të prezantuar bukuritë e vendit tek vizitorët e huaj për një të ri nga jugu i Shqipërisë u kthye në profesion. Prej 8 vitesh, Vasil Garo është një ndër guidat turistike që udhëheq grupe turistësh në destinacionet më të kërkuara të jugut. Teatri Zihni Sako çeli premierën e shfaqjes Vetëm një çast të parafundit të botës, interpretuar nga aktorë të rinj dhe të vënë në skenë në regjinë e Klement Konomit. Projekti u realizua në bashkëpunim me Zyrën Vendore Arsimore Gjirokastër dhe Gjimnazin Asim Zeneli, duke krijuar një hapësirë të veçantë për talentet e reja të qytetit. Ju njohim tani më gjërësisht. Siguria e fëmijëve online u vendos në qendër të vëmendjes në Tryezën e thirrur nga Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, mbrojtja e fëmijëve online. Ministria e Arsimit Mirela Kumbaro theksoi zbatimin e ndalimit të celularëve në mësim dhe përdorimin e teknologjisë vetëm për qëllime edukative, ndërkohë që drejtuesi i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, Igli Tafa, kërkoi koordinim institucional për një kuadër ligjor më të fortë kundër kërcënimeve online. Një tryezë e posaçme për mbrojtjen e fëmijëve online u zhvillua sot duke u kthyer në një piktakimi desh dhe iniciativa është për të fuqizuar sigurinë e të miturve në mjedisin digjital. Në qendër të diskutimeve ishte nevoja për një kuadër të plotësuar ligjor, por edhe forcimi i komunikimit mes shkollës, institucioneve, familjes dhe komunitetit. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro theksoi rëndësinë e zbatimit të urdhrit që ndalon përdorimin e celularëve gjatë orës së mësimit, duke shtuar se po punohet vazhdimisht që ky rregull të respektohet në të gjitha shkollat e vendit. Këtë vit është bërë taksative, po zbatohet me rreptësi dhe nuk po them që u zgjidh. Vazhdojmë rregullisht, ju kujtojmë dhe ju kërkojmë mësuesve dhe drejtorëve ta zbatojnë me rreptësi. Nga ana tjetër, fëmia në shkollë është 4, 5, 6 orë dhe në 24 orëshin e ditës, pjesa tjetër është shoqëria dhe familja. Po marrim një tjetër një tjetër iniciativë që ta zgjasim kohën e qëndrimit të fëmijës në shkollë për të ekuilibruar ose për të shkurtuar hapësirën kur ai është as në shkollë as në shtëpi. Të gjitha këto i kemi konsoliduar së fundmi në një program më të madh që e kemi quajtur programi pas shkolle. Dhe kemi futur dhe aktivitete të tjera. Ju ndoshta në rrjetet sociale keni ndjekur programin Art dhe Zeje, që nuk është program kurrikular, nuk është program i detyruar shkollor, është një program pas shkollor ekstrakurrikular, po ku synimi është të mbajmë, jo thjesht të mbajmë fizikisht fëmijën, se është një gjë ti fusësh në një klasë dhe ti lësh me celular në dorë. Ti mbajmë duke ju ofruar aktivitet zbavitës, i cili gjithashtu edukon. Dhe nëse në paralel, sepse nuk mund të kemi fëmijë të cilët nuk dinë të përdorin. Sot në fakt s'ka fëmijë që s'dinë të përdorin këto, ne kemi problemin me mësuesët që dinë të përdorin më pak se sa fëmijët, dhe nga njëra anë e kemi futur teknologji nëpër shkolla, kemi futur lëndën e tikut që është teknologji, informacion dhe komunikim, kemi futur smart labet, praktikisht brenda 2 vitesh që vijnë, pajisim 1000 shkolla me 1000 smart labe. Drejtori i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, Igli Tafa, nënvizoi domosdoshmërinë e koordinimit institucional si një element kyç për ndërtimin e një kuadri të ri ligjor në kodin penal që të adresojë më mirë kërcënimet online ndaj fëmijëve. Sot jemi dëshmitar që fëmijët tanë përballen me bulizmin online, me shantazhimin online, por edhe me një teknologji tashmë të re, siç është deepfake. Kemi shumë të nevojshme mbledhjen dhe organizimin dhe koordinimin e cili do të çojë një propozim për kuadrin e ri ligjor ndaj të gjitha
masave që duhet merren ndaj të gjithë kërcënimeve online që prekin fëmijët, duke bërë bashkë të gjithë aktorët. Të gjithë pjesëmarrësit u dakordsuan se garantimi një ekuilibri të shëndetshëm në përdorimin e teknologjisë dhe forcimi i marrëdhënieve sociale mbeten prioritete ku angazhimi prindërve, gjyshërve dhe komunitetit luan një rol vendimtar. Në Gjirokastër, dhuna në familje po merr përmasa shqetësuese me 22 raste të referuara në polici dhe 45 kërkesa për urdhër mbrojtje gjatë këtij viti. Shumica e viktimave janë në gra, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se dhe fëmijët janë në rrezik dhe kërkojnë mbrojtje të menjëhershme. Specialistët nënvizojnë nevojën për ndërhyrje të shpejtë dhe për një qasje gjithëpërfshirëse për mbrojtjen e viktimave. Pranë Drejtorisë Vendore të Policisë Gjirokastër gjatë periudhës janar-nëntor janë referuar gjithsej 22 raste dhune në familje, ndërsa 45 raste janë adresuar në gjykat, si kërkesë padi për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes. Sipas specialistës kundër dhunës në familje Diana Haxhiaj, numri më të madh të viktimave e përbëjnë gratë. Shumicën e rasteve të evidentuara nga ana jonë si drejtori janë të orientuara me viktima femra, do me thënë vajza dhe gra, por fakti që viktimat të dhunës në familje janë edhe meshkujt nuk është i përjashtuar. Jo nuk presupozon që është dhunë vetëm brenda partnerve. Kemi dhunë edhe në vijin e parë të familjes nëpër e kështu me radhë. Haxhiaj thekson se një vëmendje e veçantë u është kushtuar edhe rasteve të dhunës ndaj të miturve, të cilët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme dhe shumë dimensionale. Rreth 8 raste kemi dhe viktima fëmijë të mitur. Këto raste të trajtuar si viktima të mitura, zakonisht bëhet kërkesë padi për urdhër mbrojtje për fëmijët e mitur, por ky proces nuk mbetet me kaq. Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë edhe me institucionet e tjera siç është Pushteti Vendor dhe Drejtoria e Shërbimit Social. Në bashkit përkatëse, sipas vendbanimit të këtyre viktimave të dhunës në familje, këto raste referohen edhe tek njësia e mbrojtjes së fëmijëve me qëllim rehabilitimin e tyre si viktima të mitura. Përveç benefiteve që jep ligji për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare, ata marrin dhe trajtime të specializuara si psikolog, ndihma të ndryshme në shkollë, ndihma ekonomike. Ndërkohë, më 10 dhjetor në ditën ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, përmbyllet edhe fushata sensibilizuese 16 ditore kundër dhunës me bazë gjinore, e zhvilluar në nivel kombëtar dhe vendor. Rrugëtimi në Kakozën në këtë ditë të ftohtë zbulon një fshat të qetë, ku rrugicat e heshtura dhe shtëpit prej gurit tregojnë një jetë ngadalë, por të mbushur me tradita. Edhe pse dimri sjell vështirësi, komuniteti nuk e humb lidhjen me rënjet dhe mikpritjen karakteristike të lunxhërisë. Në çdo hap Kakozi shfaq kulturën dhe historinë e tij, duke treguar forcën dhe qëndrueshmërinë e jetës rurale. Në këto ditë të ftohta dimri, rruga që të çon drejt fshatit Kakoz në Lunxhërisë shpalos një peizazh të qetë, të mbuluar me ngjyrat e ftohta të stinës. Ky fshat i vogël i bashkisë Gjirokastër është i njohur për historinë dhe traditat, me qetësinë karakteristike të jugut dhe me pamjen e shtëpive të gurta që i rezistojnë kohës. Udhëtimi në të nuk është thjesht një lëvizje, por edhe një kthim pas në kohë, aty ku kultura e Lunxhërisë ruhet ende me krenari. Në këtë stin dimri jeta në Kakoz merr një ritëm më të ngadalt, por plot ngrohtësi njerëzore. Tymrat që dalin nga oxhaqet tregojnë se banorët po përgatiten për ditët e ftohta, duke gatuar ushqime tradicionale dhe duke u mbledhur rreth vatrës familjare. Të ftohta janë, të ftohta vajzë. Neve punojmë, pastrojmë koshtrat. Fshati me traditë ka qenë. Tradita po, të mira ka patur. Shumë tradita të mira fshati. Ta më shkoj tani pliq kemi ngelur. Më shtëpit e mbarëm, shime, lajmë, stopën këto punë të shtëpisë. Ta dojë vitëri, bëjmë punë të vitëria. Lajmë, shime. Jo, se lajmë, pa të vështiri se ja. Dru, kemi në soba, ndezin. Që në 4 kisë në ngremë, ndezë soba. Më rojtë ngrotëve dhe laj lopët. I mje li pastroj, ju hedhë për të ngremë, pasaj lishoj. Ja, gaç kemi bërë turshi, patëqani, speca gosha, nga të tëra kemi bërë. Të gjitha të fshati kemi.
Në fund të këtij ditari informativ lajmesh do të keni mundësinë të ndiqni të plotë udhëtimin ton në fshatin Kakoz. Ne do të vijojmë ndërkohë me të tjera informacione, pasioni për udhëtimet dhe dëshira për të prezantuar bukuritë e vendit tek vizitorët e huaj për një të ri nga jugu i Shqipërisë u kthye në profesion. Prej 8 vitesh Vasil Garo është një ndër guida turistike që udhëheq grupe turistësh në destinacionet më të kërkuara të jugut, duke promovuar jo vetëm qytetet dhe peizazhet, por edhe historinë dhe mikpritjen shqiptare. Për rreth 8 vite, Vasil Garo nga Gjirokastra ka zgjedhur që pasionin për udhëtimet ta kthejë në profesion. I ri në moshë, por me eksperiencë në guida turistike, ai shoqëron çdo sezon 10 grupe vizitorësh që vijnë për të zbuluar bukuritë e jugut të Shqipërisë. Dashuria për historinë, natyrën dhe trashëgimin kulturore ka qenë nxitja kryesore që orientoi drejt këtij rrugëtimi, duke e kthyer çdo tur në një përvojë sa informuese, aq edhe miqësore për turistët. Unë fillimisht kam punuar në pikën kufitare të kalimit Kakavise dhe aty kam patur kontaktet e para me turistët që përpiqeshim t'i ndihmonin pasi nuk ka qenë në këto nivele. Duke qenë se turizmi ka qenë më pak i zhvilluar nga çka qenë tani dhe shpërndarja e informacionit ka qenë pak sa e vështirë për të gjetur, ne përpiqeshim gjatë gjithë kohës për t'i ndihmuar këta të huaj, për t'i guiduar në qytet, për t'u dhënë një eksperiencë ndryshe, për t'i udhëzuar ku duhet hanin ose çfarë duhet bënin. Dhe vërejta që realisht kjo gjëja më jepte një emocion që më bënte të ndihesha i dhe mirë me atë që bëja. Dhe kjo ka qenë fillimi i parë i imi në turizëm dhe e kam parë si një vend ku unë përkisja dhe gjeja veten, si një profesion që unë gjeja veten. Në çdo itinerar, Vasil Garo mundohet të tregojë më shumë se sa destinacione. Ai përcjell historinë e qyteteve, traditat e vendit dhe mikpritjen tipike shqiptare. Produktet turistike që ne krijojmë praktikisht përpiqemi që të japim sa më shumë nga ajo ndjenja e vërtet shqiptare, nga kultura, tradita dhe normalisht të gjitha këto eksperjenca janë të kombinuara me njëra tjetrën. Krijimi i një produkti turistik kërkon një kod të caktuar, sepse praktikisht ne nuk është se bëjmë këtë lloj turizmi për të çuar nga pika A në pikën B. Ne përpiqemi që në çdo produkt turistik, në çdo tur që bëjmë, të bëjmë atë që ne themi craft memories. Pra turisti të ikë me atë ndjenjën e mirë dhe me ato kujtimet e bukura që do t'i kujtojë për gjithë jetën dhe kjo është vlera që praktikisht jep vërtet turizmi kur ai merr diçka pas. Turizmi në vetvete bëhet një ndihmë për ekonominë lokale. Pra ju jep një identitet të ri dhe ju jep të ardhura që komuniteti përveç se aktiviteteve të tyre të përditshme që mund të kryejnë, për shembull dikush mund të qëndis, dikush mund të punojë në tezgja, apo dikush mund të punojë kafen e gurit, apo dikush prodhon një produkt tjetër autentik lokal, tani e shikon dhe si një drejtim të ri për ta shitur si eksperiencë turistike dhe duke parë këtë gjë që po rritet dhe duke parë se si turizmi në komunitet po hyn dhe ne jemi pjesë dhe një ndikim i konsiderueshëm që kjo gjë ndodh, kjo është një nga arritjet më të mëdha që ne kemi patur dhe një nga kënaqësitë më të mëdha që kemi në këtë moment. Në këtë rrugëtim, motivim për të kanë qenë edhe vlerësimet e marra her pas here në evente të ndryshme. Para disa ditësh kemi marrë çmimin e dytë për këtë vit. Çmimi i parë ka qenë për praktika më të mira të zhvillimit të destinacionit si Visit Gjirokastra. Por edhe para disa ditësh kemi marrë një çmim nga SDG Pioneers Awards për vitin 2025. Një çmim i cili vjen si rezultat i një pune disa vjeçare me përkushtim drejt zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm. Ky çmim nuk i takon vetëm Vizit, i takon praktikisht më shumë se 70 antarëve që ne përfaqësojmë, pasi janë ata shpirti i cili me eksperjencat e tyre, me përpjekjet e tyre, me kreativitetin e tyre, përpiqen dhe bëjnë Gjirokastrën një destinacion i cili tani është më i mirë, me produkte më autentike dhe jep më shumë nga rajoni. Fal bashkëpunimit të tyre praktikisht kemi dhe një nga platformat e cila është një model unik se si bujtinat, guidat, fermerët, artizanët lokal mund të bëhen bashkë dhe të ndajnë vizionin dhe të shiten aty dhe të keni një qasje më të përqendruar drejt turizmit. Si i ri që ka ndërtuar rrugën e vet në këtë sektor, ai është shembull për shumë të rinj që kërkojnë të ndjekin pasionin dhe ta shndrojnë në një profesion të qëndrueshëm. Turizmi i aventurës është gjithmonë i ekspozuar ndaj situatave mbase dhe jo të rrezikshme, por
ka dhe raste kur ato mund të jenë të rrezikshme në fakt, por praktikisht jemi munduar që të evitojmë dhe të garantojmë të gjitha standardet dhe nivelet e sigurisë për ta bërë që çdo udhëtim të jetë sa më i sigurt për turistët. Për të rinjt, të paktën për ata që duan të përpiqen dhe e gjejnë veten në turizëm, ju them që të përpiqen fort, sepse kjo është diçka shumë e bukur dhe është një model i cili do t'u japi atyre jo vetëm një profesion, por do t'u japi një kënaqësi dhe do t'u japi një shtysë për të bërë gjëra të bukura. Gjirokastra është një treg i ri në turizëm dhe është një mundësi për të gjithë. Kështu që turizmi, duke qenë gjithëpërfshirës, besoj shumë nga ata do ta gjejnë veten brenda. Me përkushtimin dhe pasionin e tij, Vasil Garo vijon të udhëheq jo vetëm grupe turistike në jug të vendit, por edhe dëshirën për të promovuar Shqipërinë si një destinacion që mbetet gjatë në kujtesën e çdo vizitori. Arben dhe Shkëlqim Goxhaj nga Konispoli ka ndërtuar prej 32 vitesh një histori suksesi, fal punës së palodhur dhe përkushtimit të përditshëm duke mbajtur gjallë traditën e ullirit në zonë. Puna dhe këmbgulja e tyre janë bërë shembull për komunitetin dhe për vizitorët që i njohin nga afër. Buzrrugës nacionale që çon drejt kufirit në Qafbot, një fabrik vaj përfaqëson një histori suksesi, që nis nga 32 vite më parë që lidhet me emrat e dy vëllezërve konispolat, Arben e Shkëlqim Goxhaj. Është ndoshta nga të rallat fabrika prodhuese të vajit që ka dritë dhe zhurmë pune gjatë gjithë natës. Ne operojmë me fabrik vaj që nga viti 1993. Ne operojmë me një fabrik gjermane, prodhimi i Flotvegut. Është ndër prodhimet më të mira në botë, e cila përpunon ullirin me temperatura goxha të ulta. Dhe ulliri që vjen te fabrika jonë është ulliri i freskët, i vjel brenda ditës dhe i përpunuar brenda ditës, gjë që siguron maksimalen e cilësisë së vajit. Ne prodhojmë vaj ekstra të përgjithshëm dhe organik. Vëllezër Goxhaj janë edhe pronar të 600 rënjve ullinje dhe qeramarës tokash ku kultivojnë kryesisht ullirin. Kapaciteti i lartë i fabrikës u jep mundësinë që ata të kthejnë në vaj edhe kuintalët e ullinjve të bashkëfshatarëve të tyre. Ne kemi rreth 600 ullinj tanët, kemi disa ferma që i kemi marrë me qira, janë ulli autokton, më të shumët dhe prodhimi i ri është i tër varietet korone. Përpunimi tek ne fillon zakonisht në drek. Duke qenë se vjelja e ullirit është paraditet deri në drek. Dhe ardhja në fabrik është nga dreka dhe mbasditet deri në orët e vona të darkës. Vaji i kësaj fabrike ka treg të brendshëm të qëndrueshëm prej dekadash, ndërsa eksporti nuk është as problemi dhe as synimi i tyre, pasi këtë shans u japin turistët e huaj. Obori pas në fabrikës është kthyer në parking për kamperat turistëve nga Europa perëndimore. E kjo ka bërë që fabrikën ta vizitojnë mijëra turistë perëndimor dhe të ndjekin live linjën e prodhimit të vajit. Kemi tregun e brendshëm, që kemi që në vitin 93 që kemi kapur, treg të brendshëm, domethënë duke shitur individ me individ, dhe kemi dhe një treg goxha interesant që mund ta quash dhe treg i jashtëm. Fabrikën tonë e vizitojnë mijëra turistë të huaj, duke patur dhe fatin që ne e kemi kufirin, e kemi pikën kufitare vetëm 1 kilometër larg. Më interesantja e këtyre të huajve, tani që jemi në prodhimin e vajit, është vizita në fabrikë duke parë live prodhimin e vajit. Është goxha interesante se këta vinë kryesisht nga Evropa perëndimore dhe ata nuk e kanë idenë se si prodhohet një vaj ulliri. Duke parë tu live se si prodhohet, kanë shprehur dhe goxha interes për të vjel ullir. Kanë shkuar në parcella, e kanë prekur ullirin me dorë dhe kanë marrë vajin që kanë mbledh vetë. 32 vitet eksperiencë në përpunimin e ullirit për vaj nuk janë pak. Të tëra së bashku përfaqëson një histori dhe model suksesi me fabrik vaji, të ngritur nga dy vëllezër konispolat në kilometrin e fundit të tokës shqiptare. Teatri Zihni Sako çeli premierën e shfaqjes vetëm një çast para fundit të botës, interpretuar nga aktor të rinj dhe vënë në skenë në regjinë Klement Konomit. Projekti u realizua në bashkëpunim me zyrën vendore arsimore Gjirokastër dhe Gjimnazin Asim Zeneli, duke krijuar një hapësirë të veçantë për talentet e reja të qytetit. Atmosfera e premierës u prit me entuziazëm, duke shënuar një moment të rëndësishëm për artin lokal. Nuk e kisha fjalë për këtë sëmundje.
e ka fjalën për këtë diktaturë. Janë të rinjtë apasionuar pas aktrimit, Athalia Koçi, Enugjini, Amelia Çenko, Amalia Puleri, pasi janë gjetur disa herë në skenë me interpretime në shfaqje për fëmijë, të herë vijnë para bashkëmoshatarëve të tyre me pjesën franceze, vetëm një çans para fundit të botës. Pjesa që kishim ishte goxha emocionuese, por dhe pak e vështirë, për faktin sepse ishte një pjesë psikologjike dhe duhej që të gjitha rrethanat ishim shumë të përqendruar, gjitha rrethanat ishin të sakta, kështu që e bënte pak të vështirë për herë të parë që luanim një pjesë për adoleshentë. Por shpresoj t'ja kemi arritur qëllimin që kërkonim të arrinim dhe besoj se të gjithë kanë ngelur të kënaqur. Herët e tjera jemi takuar në shfaqje për të vegjël edhe ka qenë më ndryshe, pak më të lehta, ndërsa kësaj radhe ishte një shfaqje për të rritur me adoleshent. Ishte shumë herë më e bukur, mendoj që jemi përmirësuar shumë herë më shumë. Kjo varet nga siri i publikut, por që këtu në teatr na janë shumë mundësi dhe mendoj që është shumë mirë të vazhdojmë të merrem aktivitete të tilla për të rinjt, të gjithë të vinë dhe të shikojnë, sepse në fund është kulturë. Jam shumë e kënaqur sepse është herë e parë që unë bëj një shfaqje tamam për të rritur dhe jo për fëmijë dhe jam shumë krenare për veten time që thjesht jam në një skenë. Ke menduar ndonjëherë që mund ta ndjekësh rrugën e teatrit? Po, e kam menduar shumë herë. Dhe më ka pëlqyer gjithmonë që ta bëj këtë rrugë dhe gjithmonë edhe herë të tjera dua të vazhdoj për këtë. Me thënë duhet ta vazhdoj akoma. Përgjithësisht ne kemi luajtur pjesë për fëmijë, pra shfaqje për moshat deri në 10 vjeç ose më pak, dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur, sepse më në fund deri të themi ishim në zonën tonë, personalisht roli im më përshtatej shumë dhe unë ndjeva shumë e lirshme dhe më pëlqeu vërtet shumë dhe pjesa ishte që i afroi publikut, pra tregonte për këto të fshehtat e qeverisë, le të themi, njëra nga këto dhe tjetra ishte që unë ndjevem shumë afër publikut. Teatri Zimi Sako e solli këtë shfaqje interpretuar nga të rinjtë aktorë në drejtimin dhe regjinë e të mirënjohurit Klement Konomi. Drejtoresha Leida Çeli thotë se pjesa do të vazhdojë të shfaqet për të gjithë nxënësit e shkollave të mesme. Jam shumë e lumtur sepse këta fëmijë janë rritur në këtë teatr, si të thuash, e kanë filluar para disa vitesh me një shfaqje tjetër për fëmijë dhe tashmë pak më të rritur në moshë ata vinë për një shfaqje për adoleshent. Edhe performanca e tyre më ka bërë krenare, le të themi, kanë shkëlqyer sot edhe janë përfaqësuar denjësisht sigurisht në udhëheqjen e profesorit Klementit. Është një shfaqje që flet për individin në raport me të vërtetën dhe thënë dhe sjell e interpretuar nga disa të rinj, 15 vjeçar, 16 vjeçar, mendoj që ishte një për të gjithë ne që ishim në publik, ishte një mesazh akoma edhe më i fortë se sa do ishte e interpretuar nga të rritur. Ndonjëherë të rinjt kanë guximin edhe forcën për ta thënë të vërtetën më shumë se sa ne të rriturit, që e kemi për detyrë ndoshta për ta bërë. Pjesa teatrore që fillimisht u në skenë në gjuhën frënge në Tiranë u rikthye për publiku në një mënyrë të veçantë dhe përkthyer me kujdes dhe profesionalizëm nga mësuesja shëngjishtes Valbruna Jupi. Ndjekim në këto momente rrugëtimin që RTS Gjirokastra ka bërë ditën e sotme në fshatin Kakos të Lunxhërisë. Në këto ditë të ftohta dimri, rruga që të çon drejt fshatit Kakos në Lunxhërisë shpalos një peizazh të qetë, të mbuluar me ngjyrat e ftohta të stinës. Ky fshat i vogël i bashkisë Gjirokastër është i njohur për historinë dhe traditat, me qetësinë karakteristike të jugut dhe me pamjen e shtëpive të gurta që i rezistojnë kohës. Udhëtimi në të nuk është thjesht një lëvizje, por edhe një kthim pas në kohë, aty ku kultura e Lunxhërisë ruhet ende me krenari. Në këtë stin dimri jeta në Kakos merr një ritëm më të ngadalt, por plot ngrohtësi njerëzore. Tymrat që dalin nga oxhaqet tregojnë se banorët po përgatiten për ditët e ftohta, duke gatuar ushqime tradicionale dhe duke u mbledhur rreth vatrës familjare. Të ftohta janë, të ftohta vajzë. Neve punojmë, pastrojmë koshtrat, fshati me traditë ka qenë. Tradita po, të mira ka patur, shumë tradita të mira fshati. Ta më shkoj tani pleq kemi ngelur. Në shtëpi e mbarëm, shime, lajmë, stopim këto punë të shtëpisë. Ka do vitëri, bëjmë punë të vitëria, lajmë, shime. Jo, se lajmë, ka të vështire se ja, dru, kemi, soba, ndezin, që në 4 kisë ngremu, ndez soban, më rojtë ngrotëve dhe laj lopët, i mjeli pastroj, ju hedhë për të ngremu, pas e lishoj. Ja, gaçken e bërë turshi, patërqani, speca goqë, nga të tëra kemi bërë, të gjitha të fshatë i kemi. Kjo është si, të themu, si periud tranzicioni. Pse e kru? Se tani gjërat që kishim për të mbledhur në pranver, i mblodhëm, rakinë e nëzorëm, të tëra ato i bëm, tani pregatitemi për vitin tjetër. Bëjmë pastrim
tokat. Atje ku punojnë, që bëj koami do t'i punojnë tokat, i kemi vitin tjetër gati, që t'i mbjellën. Avash do fillon mbjellën farishtet. Tomate, pipere, patlıgjane. Kështu që kjo periudhë tani unë dajta që është çikë periudhë më e qetë, po megjithatë prap ka punë fshati. Për mua, them megjithëse është më i vështirë Pranvera, edhe Behari. Pse është më i vështirë? Se ka punë shumë, që do mos në fshat flas. Do t'i potisësh, do t'i krasitësh, do t'i prashitësh gjëra se ndryshe nuk bën dot. Se ne në fshat po bëm këto gjëra, nuk urojmë dot. Tani, vërtet ne jemi në pension, po ndihmojmë që fëmijët. Sa të kemi mundësi, të marrim në gjë. Ruajnë banorët traditat e fshatit të zakonit? Po, ato e kemi, ato i ruajmë të gjitha. Me se bepe, shka njerëzit, për shembull, këse këtu tek ne kemi edhe fshatar, edhe vllej të ardhur. Që bashkëjetojmë në mënyrë të shkëlqyer me njëri tjetrin, po vemi edhe nëse bepera. Tani ne ka urt kemi edhe këto, janë emra tani. I vemi, i urojmë, i bëjmë për emra, ashtu na vjen ata. Do me ne kam fjalën që shkojmë jashtë zakonisht mirë. Një që të vështira janë më i vajzë, dimër është, po ne prapë s'kemi në i punë të madhe se punët i bëjmë në Pranverë. E tani dalim një qik hajde edhe këmët i stërvitim edhe në i punë të vogël. Se neve jemi të moshuar tani pensionist. Tani në dimër në mëngjes kemi 3 nanë. Po se në drek gjithrat e zakonshme, turshiti kemi bërë në një lakër, në një spec vare se në plejt e spara. Duam shumë tani këto zajret e dimrit, që thonë Gjirokastrit zajret e dimrit. Këto më i vajzë. Ndezim sopën, themi të drejtë në gjak nuk kemi. I kemi prishur ato traditat e Orxhakëve. Ndezim sopën e kjo është për dishmëria. Orxhaku ka qenë tradit? Orxhaku ka qenë. Këtu ka qenë në Kakos, ka qenë Orxhaku dhe shtëpit me 2 kate. Rrugicat janë të qeta, por herë pas here dëgohet zëri ndonjë burri që merret me bagëtit, ose ndonjë gruaje që kujdeset për punët e shtëpisë. Banorët vazhdojnë rutinën e tyre me një përkushtim që shfaq forcën dhe qëndrueshmërinë e jetës rurale. Me bagëti, kemi lop, kemi dhënë, do të kemi në fush. S'kemi këtu. Kemi atje bashkë, kemi 3 fshatarë, kemi bashkë të 3 atje. Fush bagëti. Se lop të kemi në shtëpi. Çfarë kujdesi duan tani? Duan të hani, duan fshih, pastruar, duan mjellë, duan shpu në kullot. I qojnë në kullot dhe mi marrin prapë. Lartë atje, lartë në malë. Këto duan kushtis të madhe, duan kujdesis duan. Të gjithë banorët kanë blektori, kanë nga pak? Jo, nuk kanë të të shumë. Ja 3 shtëpi jemi që kemi dhënë. Edhe në fshat janë 6-7 shtëpi që kemi lopë. Që më kam në fush këto, i ka djali dhe lopët, po i për një mos e këti. Jo, s'ka. Keni nga këto agrumet, portokale, limon? Ato tëra limona, portokale, ulli, hurma, dardë, atëra kemi, arët, shumë. I favorizon klima këtu lartë? Po, harmuzën dhe klima, mirë është klima. Shumë Shtë bëjmë mire më punëtorë, mire më fshatarët. Po për tregti keni produkte, apo i mbani vetëm për familje? Vetëm për vetëm, më ka që ka dhe për produkte ka. Shumë kanë ulli, bëjnë vaj, shesin, kanë. Bëjnë familje? Ma familje dhe tyre, shtë bëjnë. Ju sa vjetë që jeni sot? Jo, 67. Vazhdoni akoma, punë? Po. Kanë dhe vreshta, kush ka vreshta, për shumë në shtari, jo ulli, jo nga të tëra kanë. Në këto mire në fshat. Tani këtu në fshatin tonë, shumica merre me bujësi. Le që plet kanë ngelur, realisht, po merre me bujësi. Blektorinë e kemi vetëm në 2 familje, që kanë dhënë, kanë një kope goxha të mirë. Ka fshatar që mban nga një lop, si puna ime, për të ngërën për vetë tonë, se ndryshe mbam nga një lop, me vështirësi, po e mbam, nuk them kështu, po që shumica të kene merre me bujësi. Këta që kanë blektorinë, i shpjen edhe në malë, tani i kanë përur, se i kanë pjellë, kanë punë shumë realisht. Blektoria ka punë. Me gjitha të, unë themi një gjë që ata që janë tek neve, që kanë blektorin, e bëjnë me djesë të madhe, mishin, qumështin, me vështisit madhe. Ndaj themu që neve për shumë të tjerë merre me bujësi, këto që kemi në për koshtra. Unë jam njëna ata që vetë shpjen në trek, realisht. Mbjellë për vetën time, po më tepëruar nga familja, i shpjen trek, shtë bëj, ja tani unë kam limona
Mos them ja 2 kuinta limona, po, do t'i bëj. Ose kur bën domati, piperja, po më ngelen, i shpihen treg, më kilo bosh. Sa të marr, sa të ndihmoj atë familje. Me Blegtori nuk ka shumë familje. Me dhën është një familje. Me dhi është dhe një familje, 2, edhe me na një lop janë pak a shumë 6-7 familje, se ne për shumë mosh ato nuk kemi. Megjithse dimri sjell vështirësi sidomos për të moshuarit që përbëjnë shumicën e popullsisë, banorët e Kakozit nuk humbasin lidhjen me rënjët e tyre. Traditat, mikpritja dhe kujdesi për shtëpitë e vjetra mbeten në gurët themelor të identitetit të fshatit. Edhe pse jeta nuk është e lehtë, komuniteti vazhdon të ruaj kulturën dhe historinë e vendit, duke e mbajtur gjallë shpirtin e lunçërisë, edhe në ditët më të ftohta të vitit. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë miru pafshim.